Të mi, për shëndetje të dashur miq, sot pranë jush do të vim me një histori shumë të dhimbshme, me një histori që në fakt më ka prekur tepër, një letër e shkruar nga një grua, e cila tregon tmerrin që ka kaluar nga vjera e saj dhe pikërisht në kohën kur ajo u bë shtatzën, domethënë në kohën kur vajza qëndronte sot të jetë shtatzën, vjera e largoi nga shtëpia. Sot kjo nuse është mes dy rrugëve, domethënë dëshirën e saj për ta sjellur fëmijën në jetë mirë e shëndosh, por edhe mundësinë që nuk mund të jetë në jetën që ka qenë. Ndonjëherë i them me vete se jeta ime do të kishte qenë krejt ndryshe, sikur të mos e kisha takuar atë njeri. Por pastaj mendoj më thellë, ai nuk ishte faji. Faji ishte një grua tjetër, një grua që